Gjemaat Allahu Gjelle Shanu në Kur'an, وَمَا تُقَدِّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Që do të thotë? Çfarë do që të jepni ju, ai e kompenzon atë dhe ai është dhuruesi më i mirë. Thanë dietarët për këtë ajet. Shiqo dhe kuptoje këtë ajet. Tha Allahu Gjeleshanu, çka t'jepni diçka ju, nuk e kufizoj Allahun sikur në ajete tjera, nëse jepni nga malli juaj. Atëherë është kufizu me mall dhe vepra tjera nuk kanë rëndësi. Por në këtë ajet ka thonë, ju nëse jepni çka do qoftë, jep mundin, e jep një gjysmë punë, e jep një buzëqeshje, e bën një namaz, e bën një lexim të Kur'anit, e bën një dhikr, e bën një istighfar, po dhe pastaj hyjnë tu edhe, dhe se thamë nuk është e kufizuar, hyjnë edhe malli, jep sadak, i ushqen të djerë të iftar, e jep zakatin, i ndihmon jetim, kontribon për xhamia, bën çka dush bën, nga Allahu Gjelle Shanu. Ato që ju e bëni diçka, Allahu ju kompenzon në shumë fish. Prandaj, mëse kufizoni vetëm këtë muaj. Ka se kufizimi jytë tregon sikur ti që je i paftë për gjëra tjera. Por çka do qoftë bënu? Mundohu, lodhu, kontribon. Se shkon muaj Ramazan, të mbetën veprat regjistrohen tek Allahu, i takon në ditën e Kiametit sa një vjeç.